Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një epizod tjetër të Peshkut të Artë. Kësaj radhe jemi në Athinë, e këtu mbrapa meje është stadiumi Panathinaikos, i cili tashmë quhet Kalli Marmaro, që do të thot i bukur prej mermeri. Ky stadium pra u ndërtua në shekullin e 4 për nder të disa festivaleve të cilat janë mbajtur për Perëndeshën Athina. E tashmë, ky stadium pra përdoret për festivale apo ngjarje specifike shumë të veçanta, ku në fillim ka pranuar deri në 80.000 spektatorë, ndërsa tani për këto festivale dhe ngjarje të rëndësishme pranon deri në 45.000 spektatorë. Pra ky stadium në vitin 1896 janë mbajtur këtu lojrat e para olimpike moderne. Pra ka një histori të veçantë, gjithashtu Athina si vend ka histori shumë të veçantë, ku do shkojmë dhe të vizitojmë shumë vende të tjera përveç këtij stadiumi. E unë shikues të dashur dua të falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Peshku i Artë. Ne vazhdojmë këtë emision deri në fund. Mos harroni të na ndjesni. Athina është kryeqyteti i Greqisë dhe një nga qytetet më të vjetra në botë, me një histori që shtrihet mbi 3400 vite. Ajo është një qendër e rëndësishme historike, kulturore, politike dhe filozofike që nga kohët e lashta deri më sot. E shikues të dashur, nuk qëndruam vetëm jashtë, hym edhe brenda stadiumit. Është vërtet një ndjenjë shumë e veçantë, sepse aty mund të shohim edhe gjysmën e Athinës, një pamje spektakolare, por gjithashtu edhe stadiumi, që nga vërtet një ndjenjë shumë e veçantë me qenë brenda këtu, sepse si tregova edhe më herët, stadiumi është i punuar i tëri me mermer. Pra ky mermer i bardhë, edhe është një ndjenjë vërtet fantastike, edhe me i pa të gjithë turistët që po vinë, po hyn brenda, po e shijojnë stadiumin, por gjithashtu edhe po vrapojnë nëpër stadium. Po janë disa staza këtu të cilat mundesh me vrapu edhe po vrapojnë. Në unë po shkoj edhe më afër edhe po e shoj pamjen ende më shumë. Pra shikues të dashur, bileta mundeni me gjetë, me hy edhe brenda stadiumit, dhe ju preferoj që të hyni gjithsesi, sepse vërtet është një ndjenjë shumë e mirë me qenë brenda këtij stadiumi. Në vitin 1896 u mbajtën pra lojrat e para olimpike moderne, ku morën pjesë 80.000 spektatorë në këtë stadium. Në vitin 2004 pra mori vëmendjen sepse u mbajtën lojrat olimpike të Athinës, ku u bë qitja me hark, por gjithashtu edhe përfundimi i maratonës, ndërsa çdo 4 vite nga ky stadium pra dorëzohet flaka e lojrave olimpike pra tek organizatori i ardhshëm, por bëhet dorëzimi i flakës nga ky stadium dhe nga grekët.